Përshëndetje të dashur nxënës. Sot, në orën e 2 të gjuhës shqipe, kemi si temë të shkruajmë tregime fantastike shkencore. Në libër te faqja 230 është paraqitur ky tekst: Raketa e Lilës. Sot është gara e raketave në hapësirë. Lila është e vetmja vajzë me zgaruesve djem. Ata shohin raketën e Lilës dhe tallen me të. Por Lila është krenare për raketën e saj. E ka ndërtuar vetë me materiale të riciklueshme, motor bio dhe benzin prej gjetheve të çajit. Prandaj as që bëhet fjalë të ndotë rrugën e qumshtit. Roboti organizator bën një hap përpara dhe lajmëron në mikrofon. Vini re, fitues do të jetë ai që hyn i pari në planetin glupit ton. Gati, nisuni. Të gjithë konkurrentët vërsulen drejt hapësirës blu. Vetëm raketa e Lilës nuk do të niset. Taf tuf. Ajo provon dhe ja, u bë. Motori më në fund vendos të punojë. Tani fëmi, ne duhet ta vazhdojmë vetë tregimin. Në libër paraqiten këto fjalë ndihmëse. Banorët e Glubidonit, bie një meteor, lejohet, e ndaluar, tym i raketave, garuesit, arrin e para, brohorasin, dotja hapësirës, rrezikohen, vetëm raketa e Lilës, policia kozmike. Si mund ta vazhdojmë tregimin? Mësuesja po ju jep një shembull ku mund të bazoheni. Po, motori i Lilës punonte, pa pritmas bie një meteor. Të gjithë ishin të rrezikuar. Tymi i raketave nuk lejohej në hapësirë, se mund të ndote rrugën e qumshit. Vetëm raketa e Lilës nuk lëshonte tym. Më pas erdhi policia kozmike. Ajo i ndalon anijet e tjera, ndërsa të Lilës jo, pasi ajo nuk lëshonte tym, sepse ishte prodhuar me materiale bio. Ajo arrin e para në vijën e finishit. Të gjithë prohorasin për të. Edhe ju do të vazhdoni tregimin në fletore duke u bazuar te ky më sipër. Punë të mbar.